Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ne kemi qenë vetëdijshëm se sa më shumë ata ta kuptojnë që po ju vjen fundi, më agresiv do bëhen. A i keni parë protestat e fundit e parlamentit. Policia ka një lloj agresiviteti çduar dhe duket sikur nuk e di më çfarë po bëj. Vjetra qytetar, vjetra aktivist janë marrë peng nga kjo polici vetëm se po qëndroni në trotuare e po filmoni. Të enjten e kaluar u mora unë vetëm se isha në trotuar dhe po jepja një intervist për një televizion, e sot u mërë Gens Shehu vetëm se po filmonte. Ama ne me këtë nivel ishim mësuar dhe e kemi përballuar me dignitet dhe me kryenartësi. Por sot, të nderuar protestues, ka ndodhur diçka që nuk e kthen më situatën si që ishte më parë. Një polic privat, pak para se të fillonte protesta, i ka nxjerrë fikën njërin prej protestuesve. Policia e krimit! 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 E në fakt, a i nuk nxori thjesht fikën për ta kërcënuar, po tentoi t'i binte Gent Prognit me thikë. Ajo thikë sot nuk i është drejtuar vetëm Gent Prognit, po në është drejtuar të gjithë ne. Ne nga ky shesh duam t'ju themi që as nuk ju kemi frikë, po as nuk ju falim. Sigurisht kundrejt atij polici është bërë kallëzim penal e më pas është bërë dhe ankesë nga AMP. Më pas, si çdo njeri normal, si çdo duhet ndodhte kudo në botë, shkuam të kërkonim kamerat në ambientin ku kjo kishte ndodhur. A e dini çfarë ndodhi? 3 argjendari që duhet jenë bizneset më të mbrojtura në vend, na thanë që nuk kemi kamera. Kjo nuk është heshtje. Ky është bashkëpunim me policinë e krimit. Policia e krimit! 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 Ndaj, nga ky shesh, i bëjmë sot thirrje të gjitha organeve hetimore të arrestojnë 1 minutë më parë policin bandit që nxori fikën ndaj një protestuesi sot. Një shprehje ka qenë edhe pjesë e kësaj proteste. Kur polici na drejton fikën, kush duhet ta mbrojë?
policie. Kjo nuk duhet ndaloj. Kjo është e pafalshme. Policia e krimit! Policia e krimit! Policia e krimit! Policia e krimit! Ne do t'i qëndrojmë në krah mikut tonë dhe protestuesit për ditës parë. Ne do t'i qëndrojmë krah njëri tjetrit, sepse këtë shesh ne kemi vetëm njëri tjetrit. Edhe duhet ta dim se atyre po ju